Sot të hapim fjalën e Zotit përsëri në Ungjillin e Gjonit, kapitullin e parë, vargjet 14 deri 18. Mbani mend që kemi lexuar disa herë nga vargu 1 deri 14. Tani fillojmë tek 14-ta, e vazhdojmë tek 18-ta. Shkëpusim pak e vazhdojmë së lexuari nga vargu 28 deri 39. Pra, Gjoni 1, vargjet 14 deri 18 dhe 28 deri 39. E ke gati? Shumë. Ariani është të lexuar këto. Ja. Dhe fjala u bëmish dhe ndenjë ndër ne dhe ne sobitëm lavdinë e tij, si lavdia të vetëm lindurit nga Ati, plot mirë e të vërtetë. Gjoni dëshmoi për të dhe thiri duke thënë: Ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje zë vend para meje, sepse ishte përpara meje, dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë të tij hir mbi hir. Sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe e vërteta u bën me anë të Jezu Krishtit. Askush se pa perëndim kur, i vetëm lindur i birë, që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Këto gjëra ndodhen në Betavara, përtej Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte. Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin, që po vinte drejt tij dhe tha: Ja, qëngji i Perëndisë, që ngrej mëkatin e botës. Ky është ai, për të cilin unë thash: Mbas meje vjen një burr që ka zënë vend para meje, sepse ishte përpara meje, dhe unë nuk e njihja, prandaj erdha të pagëzoj në ujë, që ai të zbulohet Izraelit. Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë: E pa shfrymën duke zbritur nga qielli si vollum, dhe qëndroi mbi të. Dhe unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj në ujë më tha: Ai mbi të cilin të shikosh të zbresë fryma dhe të qëndroj mbi të, ky është që pagëzon me frymën e shenjtë. Dhe unë pash e dëshmova se ky është biri i Perëndisë. Të nesërmen, Gjoni qëndronte përsëri atje dhe dy nga dishepujt e vet. Dhe duke i ngulur syt mbi Jezusin, që po ecte, tha: Ja qëngji i Perëndisë. Dhe të dy dishepujt e dëgjuan atë duke folur dhe ndoqën Jezusin. Atëherë Jezusi u kthye dhe kur pa se po e ndiqnin, u tha atyre: Ç'kërkoni? Dhe ata i thanë: Rabi, që e përkthyer dhe të thotë mësues, kuri? Ai u tha atyre: Ejani e shikoni. Erdhën dhe pan kur i ai dhe ndenjën atë ditë bashkë me të, por ishte rreth orës së 10. Sot predikimi ka për temë lavdia e fjalës që u bë mish. Ishte një burr shumë i moshuar, rreth 90 vjeç, që shkruante me dorë të fortë fjalë që i prekte, edhe me emocion shkruante: Dhe fjala u bë mish. Vargu 14. Dhe ndenjë ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati, plot hire të vërtet. Gjoni, pagëzori, dëshmoi për të, dhe thiri duke thënë: Ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje se vën para meje, sepse ishte përpara meje. Dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë së tij hir mbi hir. Se ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe e vërteta u bën me anë të Jezu Krishtit. Askush se pa perëndim kur, i vetëm lindur i birë, që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Amen. 14. Gjoni, i moshuar, tha: Unë kam të filluar ungjillin e Jezu Krishtit. Ku filloj? Larg në qiell. Nga atë, asi shqiponja zbriti
deri në tokë, në vendin afër Jordanit, që quhet Betabara. Ku një qetë gjonë, pagëzori ishte duke thirrje për pendim dhe duke pagëzuar njerëz që kishin nevojë të laheshin nga mëkatet e tyre. Edhe në atë vend, në atë moment, ky Gjon, autori i Ungjillit, kishte një takim me Zotin Jezus, që ishte e paharrueshme. Ky Gjon, përballë Zotit Jezus, pa dashurinë e Zotit Jezus në sytë e tij, era u kap nga kjo dashuri. Dhe tha, dhe fjala u bë mish, dhe ndeni ndër ne, unë dhe vllai ne e suditëm, edhe nuk pam thjesht një njeri, por pam lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit nga Aci plot mirë e të vërtet. Për këto gjëra do mendojmë sot. Edhe do mendojmë së pari për pagëzimin me frymën e shenjtë, së dyti për lavdinë e fjalës së mishëruar, edhe së treti për njohjen e Atit që lindi biri. Dhe kështu mendojmë për temën tonë, lavdia e fjalës që u bë mish. Së pari, pagëzimi me frymën e shenjtë. Fryma, kur pagëzohet i Zoti Jezus. Fryma, spriti si rrumë, bi Jezusin 30 vjeçar. Pasi e pagëzoi Gjon, dhe Ati qellor deklaroi: "Ky është biri im i dashur në të cilin gjeta pëlqim." Ishte fryma e Perëndis, e bëri që njohur Gjonit kush ishte Jezusi. E fryma e bëri të njohur si Jezusi i cili është qengji i Perëndis, që ngrej mëkatin e botës. Fryma e bëri Gjonit të dëshmonte se ky është biri i Perëndis. Fryma e bëri që dy shepujt të Gjonit largoheshin nga Gjoni dhe erdhen tek Jezusi dhe ndoqën. Fryma është ai që bëri ata të pyesin ku rri. Edhe pan ku rrinte ai, edhe ndenjen atë ditë bashkë me të. Edhe pas 60 vjetësh, ishte fryma përsëri që bëri Gjonin të kujtonte atë moment të paharrueshëm. Në orën 10 ishte, në orën 4 në bazë. Gjoni e mbante mend sakt kur ai kishte takimin e parë me Zotin Jezus, edhe pa në personin e Zotit Jezus dashurinë e Atit qellor. E sodisën, thot ai, e vëzhguam, e vështronim, edhe nuk ishem mundësi për sy tanë për të parë tjetër gjë përveç Zotit Jezus. Edhe pam lavdinë e tij si të vetëm lindurin e Atit, e pam si fjala e mishëruar. Edhe në mendimet e Gjonit, ai shkon mbrapa 30 vite në momentin e lindjes së Zotit Jezus. Edhe ai synon në Ungjilin e tij të përshkruaj lavdinë e fjalës së mishëruar së dyti. Vëllezër e motra, a keni parë ju takim me Zotin Jezus? Nëse e ke patur, është e paharruar. E nuk flas për një takim fizik, po flas për një takim
që me zemrën tënde të mëkatshme ti ke parë dashurinë e Perëndis në Zotin Jezus, e ke ndjerë gëzimin dhe lirinë që është për mëkatar tek Ai. A ke parë këtë? Për Gjoni ishte e paharuar. Ai pa që fjala e Perëndis u bë mish. Fjala i përmjetshmi bir i Perëndis. Betej Perëndis. Ishte krijues, ishte jeta e përjetshme, ishte drita e njerëzve, dhe kështu betej. Ai që ishte para Gjon Pagëzorit, edhe pagëzohej nga Gjoni, por ishte para. Edhe ky biri i Perëndis u bë njeri. E kjo është mrekulli. Biri i Perëndis hyri në mënyrë frymërore përmes frymës së shenjtë në metrën e Virgjëreshës Mari. Edhe ai nuk ndryshoi se qenëri Perëndia. Ai vazhdonte të ishte Perëndia, por u vesh me natyrën njerëzore. Që ai Perëndi u duk dhe duket njeri me një person me natyrën hyjnore. Një person, edhe bir i Perëndis, edhe bir i Maris, edhe hyjni, edhe njeri, me një person. Edhe kjo mrekulli për Gjoni ishte shkaku i përlëvdimit të Perëndis. U bë mish. Kjo është një gjë shumë e thellë. Nëse dëshironi të lexoni thjesht një faqe për thellësinë e saj, merrni këtë libër të rrëfimeve të Krishave. Në faqe 23 do gjesh rrëfimin e Kalkidonës, një rrëfim që është shkruar para 16 shekull nga kisha e hershme që përshkruan thellësinë e hyjnisë së Perëndis që u bë mish. Edhe thotë në mënyrë shumë të prekshme, u bë mish për ne dhe për shpëtimin tonë. Praktikisht, kjo është përmbledhja e mishërisë të fjalës së Perëndis. Ai, Krishti, Jezus, u bë mish, i ngjashëm me mishin tonë të mëkatshëm, mish i përkohshëm, mish i prishëm, mish i vdekshëm. Ai si njeri pësoi uri, etje, tundim, dhimbje, vuajtje, vdekje. Për atë mish, Isaia ka thënë shumë shekuj përpara, mishi i tij, personi i tij nuk ishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin tonë, as paraqitje që ne ta dëshironim. Ai, Perëndi i mishëruar, ishte i përçmuar, i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, i përçmuar, dhe ne nuk e çmuam as pak. Ai mbante me trupin e tij sëmundjet tona. Ai kishte marrë përsipër dhembjet tona. Ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përurur. Edhe në trupin e tij u të shpuar për shkak të shkeljeve tona. U shtyp në trupin e tij për pallësitë tona. Dëshkimin për të cilin kemi paqe ne është mbi të. Edhe për shkak të vurratave të tij në trupin e tij ne jemi shëruar. Edhe ai trup u keq trajtuar, edhe u pru,
Edhe ai nuk e hapi gojën si një qenj që qojnë e tërtore, si një dere e heshtu para atyre që qetin, nuk e nuk e hapi vajën. Qenji I Perëndis që heq mëkatin e botës. Është ai Perëndia I mishëruar për mëkatar. Ai ndenji ndër ne. Fjala ndenji në greqisht është diçka si një tabernakull, një temp. Diçka e përkohshme, diçka e dobët, e prishme. Ai ishte kështu ndër ne. Ai tregoi si njeri shenjtërinë hyjnore. Në çdo gjë që fliste dhe bënte. Ai tregoi dashurinë e Atit qellor. Ai ishte I mëshirshëm me njerëz në vuajtje. Ai tregoi drejtësinë e Perëndis, që më mirë që ai të vuante edhe të vdiste në kryq për të paguar për mëkatet e njeriu, sesa të prekej drejtësia e Perëndis. Ai Jezusi I mishëruar është tempulli I gjallë në të cilin jeton Perëndia. Pra kur suditi gjoni Jezusin e mishëruar, ai suditi edhe në të brendshmin e Jezusit dashurinë e Perëndis. Edhe ai tregoi lavdinë hyjnore në çdo fjalë, në çdo vepër, në çdo akt të fuqisë të Tij. Kur ai shëroi njerëz, kur ai predikoi, ku ishte me njerëz në vuajtje, ai tregoi lavdinë e Perëndis. Dhe lavdia e Tij është ajo e të vetëm lindurit nga Ati. Ai është I vetëm linduri nga Ati. Kjo kupton që ai nuk lindi së pari nga Maria, por ai ka qenë I përjetshëm bir, I lindur në mënyrë mistike, mund të themi, sepse Perëndia është frym prej Perëndis Atit. Jezusi nuk fillonte të ekzistonte kur lindi nga Maria. Jezusi ishte I përjetshëm bir I Perëndis që erdhi në mitën e Marisë për të qenë qenji I Perëndis që heq mëkatin e botës. Edhe ashtu e deshi Perëndia botën, se dha të vetmin bir që kishte dhe ka. Ai nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë. Vëllezër e motra, për ne të gjithë u dha Perëndia birin e Tij. U dha birin I Perëndis, dhe Perëndia e dhuroi për ne të gjithë. Dhe nëpërmjet Jezu Krishtit u bën, thot Gjoni, hir dhe të vërtet. Hir dhe të vërtet. Dy fjalë të thella. Ishte në Gjakun e Vjetër Mojsiu, drejtuesi I popullit, që foli për ligjin e Perëndis, që kujdesej për popullin e Perëndis, edhe kërkonte bindje ndaj ligjit të Perëndis. Po kur fjala erdhi tek të vetët, atë nuk e pranuan. Edhe paraja ati e mbushi me plotësinë e Tij. Plot hir dhe të vërtet. Pra ai hir që ishte në Zotin Jezus, e ajo e vërtet ai që ishte në Zotin Jezus, erdhi prej Atit. Fjala hir kupton shpëtim për njerëz që nuk e meritojnë, jetën e përjetshme për njerëz që meritojnë vdekjen, po ka hir përmes besimit. E kemi lexuar, kush do që beson në të, nuk do të humbas, po të ketë jetën e përjetshme, sepse Perëndia dërgoi birin e Tij që bota të shpëtohet në anë të Tij. Ai që beson në të, nuk gjykohet. Po në anën tjetër, Perëndia gjithashtu dërgoi të birin e Tij si e vërteta
që mëkatet tona meritojnë vdekje, vëllezër e motra. Le të mos mbulojmë mëkatet tona, por do t'i rrëfejmë që të dalë e vërteta para Perëndis. Ndryshe do humbasim në fe, një gjendje të papërshkrueshme sa njëherë do të jetë. Dhe kjo është, do të themi, kontrasti i Ungjillit të sotëm, që ajo që nuk beson tek fjala e mëshiruar për shpëtimin e tij nga mëkati, ai do të përjashtohet për jetë në fe, apo të hysh në dritë, apo të rrish në errësi. Gjyqi është ky. Drita erdhi në botë. Njerëz deshin errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta, nuk deshin të zbulohen veprat e tyre. Por kush bën të vërtetën, vjen tek drita. Që veprat e tij të zbulohen se janë bërë në Perëndim. Kjo është e vërteta e Ungjillit të Krishtlindjes. A vazhdojmë në errësi, të mos zbulohen veprat tona të mbrapshta, apo t'i rrëfejmë, të pendohem, të pranojmë Jezusin, të vetmin bir të Perëndis, si shpëtimtarin tonë. Kjo është çështja. Edhe përmes Jezusit, të vetëm lindurit bir të Perëndis, ne së treti marrim një njohje të Atit që lindi bir. Sepse vargu 18 thotë, askush se pa Perëndim kur. I vetëm lindur i bir që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Kur Maria bante të birin e saj në gjirin e saj, ajo banti të vetëm lindurin bir e Perëndis, i cili ka qenë dhe është do të jetë në gjirin e Perëndis. Kjo është mrekullia, që ai që është në gjirin e Atit, erdhi në gjirin e Maris, për ne dhe për shpëtimin tonë. Mendoni për këto gjë. E ai që është në gjirin e Atit, përmes mishërimit na ka bërë të njohur Atin që na. Prandaj ishte e parueshme për Gjon, kur ai pa për herë të parë Zotin Jezus si shpëtimtarin e tij, sepse ai pa që ishte jo vetëm Jezusi që e donte, por ishte edhe Ati Qelor, që bashkë me Jezusin e donte mëkatarin Gjon. Edhe Ati Qelor frym dhe i shenjtë banon një dritë të pafrueshme, por përmes të birit të tij që u bë mish, ne njerëz mund ta shohim Atin e pashikueshëm, Atin e padukshëm. Nëse kërkoni të shihni Atin Qelor, shikoje tek Zoti Jezus. Shiko syt e Zotit Jezus. Në ata syt, ai ka prekur aq shumë njerëz duke treguar dashurinë e Atit Qelor ndaj mëkatarëve. Shiko veshjet e tij, sa të vëmendshëm ishin për njerëz me probleme dhe vështirësi, e ku i Zoti Jezus
u dha atyre veshin e tij, ishte ati qenor që i vuri veshin e tij, këtij personi. Kur Zoti Jezus me gojën e tij shprehi fjalë të hirshme, ishte ati qenor që me dashurinë e tij përmes të fallërimit të birit shpërndau dashurinë e tij dëgjuesve. Edhe kur Zoti Jezus hapi duart e tij dhe preku njerëz dhe i shëroi dhe i ngushëlloi, ishte fuqia dhe ngushëllimi i ati qenor përmes të birit të tij. A nuk besoni që ai djalë që pasi ishte larguar shumë nga ati i tij dhe u thye si djali i plotëprishjes, që ai ka suditur në sytë e atit të tij, kur ati i tij tha, jeni e pritur. S'kepe të paguar gjë, s'kepe të urur, ti e biri. Edhe unë jam ati. Kështu Perëndia atë pranon më këta, që mund të kesh një dëshmi, një biografi e keqe. Para Perëndis mund të marrësh famë, kërkoje, rrëfeje, pendon. Ati qenor tregon përmes të birit e tij sa e deshi Baba. Ne nuk mund të shohim tani atin qenor. Lavdia e tij e atit del përmes Jezu Krishti. Jezu Krishti është zbulesa e dashurisë së Atit. Dhe ai që beson në Jezu Krishti, në mënyrë frymërore, ka parë atin e tij. E do të vijë dita kur fëmijët e Perëndis do hyjnë në dritën e përjetshme, në paradis, në qell. Edhe atëherë do ta shohin qengjin që heq mëkatin e botës, edhe fytyrën e Perëndis. Medito për këtë. Nëse je besimtar tek Jezu Krishti me gjithë zemrën, një ditë do shohësh fytyrën e Perëndis. Dhe atëherë paqja jote, udhëzimi yt do të përmbushet në një mënyrë të mahnitur. Në atëherë do këndosh me të gjithë engjujt e të shpëtuarit, sa i lartë është emri i atij që erdhi në këtë botë si biri i Perëndis për të bërë miq, për të vdekur, për të mbartur mëkatet e mia lartë, që unë të shpëtohem edhe të shoh fytyrën e Perëndis. Frate dhe motra, kur lindi Jezus, engjujt këndonin për lavdinë e tij. Barin që erdhën te kasoja e pan lavdinë e të vetëm mindrit të Atit dhe të Marisë. Dietarët që nuk ishin judej, por prej kombëve, që erdhën nga larg, erdhën dhe adhuruan Jezusin, edhe pan lavdinë e tij. Edhe ne. A kemi parë lavdinë e Atit qenor? A jemi mbushur me një gëzim që unë më ka darë, në mënyrë të mrekullueshme, të habitshme, pranoshëm nga Ati qenor, sepse dikush tjetër më bëri pajtim, dikush tjetër më pagoi borxhin tim, e unë i larja, i mirë. Kjo është për të habitur. Edhe Gjoni, pas 60 vjetësh,
akoma e mban mend kur ai për herë të parë u përshtyp nga hiri dhe e vërteta, nga dashuria e Atit dhe nga dashuria e Zotit Jezus. Edhe thot në fillim të letrës së tij të parë, atë që ishte nga fillim, atë që kemi dëgjuar, atë që kemi parë me sytë tanë, atë që kemi vështruar, dhe që duart tona e kanë prekur, lidhur me fjalën e jetës, dhe jeta u shfaq, dhe ne e kemi parë, dhe dëshmojmë për të, dhe dhe u shpallim jetën e përjetshme, që ishte pranë Atit, dhe që na u shfaq neve, atë që kemi parë, dhe kemi dëgjuar, po ju a shpallim, që edhe ju të keni bashkësi me ne. Dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e Tij, Jezu Krishtin. Dhe po ju shkruajmë këto që gëzimi juaj të jetë i plotë. Po ju i predikojnë këtë cot që gëzimi juaj të jetë i plotë tek Ati, tek Biri, tek fryma e Shenjtë, që bashkë vepronin në mishërimin e fjalës për ne dhe për shpëtimin tonë. Amen.